Ish-drejtuesi i policisë së shtetit Gledis Nano i shkarkuar nga detyra ka aplikuar për postin e kreut të Byros Kombëtar të Hetimit në një përpjekje për të rikthyer në krye të agjencisë kryesore ligjvatuese në vend. Joni Keta dhe Mentor Çuku, aktualisht hetues pranë Byros Kombëtar të Hetimit, po ashtu janë bashkuar garës për FBI-n shqiptare, e cila cilësohet ndryshe si strukturë pranë prokurorisë së posaçme. Joni Keta dhe Mentor Çuku, aktualisht hetues pranë Byros Kombëtar të Hetimit, po ashtu janë bashkuar garës për kreun e FBI-s shqiptare, siç cilësohet ndryshe kjo strukturë pranë prokurorisë së posaçme. Mentor Çuku mësot se është vllai i ish-drejtorit të policisë së Vlorës, Artan Çuku, i ekzekutuar në vitin 2017. Kjo e premte 6 qershorit është afati i fundit për aplikimet për postin e kreut të ri të BK-s. Kandidatët do të ilustron disa testeve mes të cilave dhe poligrafi ose në njohur ndryshe si makina së vërtetës. Pas kalimit të disa fazave testimi, komisioni i ngritur nga SPAK priti të dërgojë Këshillit të Lartë të Prokurorisë emrat e kandidatit të përzgjedhur për emërimin si kreu i ri i BK-s. Mandati i drejtuesit të byros është për 5 vite. Komisioni i përzgjedhur në SPAK përbëhet nga kreu Altin Dumani dhe prokurorët Arben Kraja dhe Behar Dibra. Byroja Kombëtare e Hetimit aktualisht drejtohet nga Ida Hajnaj, e cila do të qëndrojë në detyrë deri më datën 31 gusht.